korrupsioni, nuk ka pse të hetohet. Spaku nuk është audit. Ne kemi kontroll në lartë shtetit, kemi struktura të tjera. Pra nuk na funksionojnë institucionet. Ai do të kap për shembull në rastin e një tenderi publik, duhet zbuloj korrupsionin. Korrupsioni ka shumë mënyra për të zbuluar. Ne jemi gazetar, nuk bëjmë investigimin sa mund të bëjmë, por shumë e thjeshtë është sikur të merren pasuritë e politikanëve dhe të thuhet heto pasurinë. Ke rastin Ametaj. Ametaj është politikani i parë i cili është nën hetim për pasurinë. Bile më mend kur më ftuni herë një televizion, sa thashun këtë fjalë, është i pari që po hetohet pasurinë, më largun nga emisioni sepse ato problemi ishte të sulmojmë, ishte koha incinerator, të sulmojë Erion Velie. Problemi është o niset një hetim. Jo, po edhe Ametaj ka qenë i përfshirë në incinerator. Patjetër. Ametaj nuk e bën për parim, po e bën se janë prish pazaret. Po e para punës ai është një i arratisur nga drejtësia. I arratisur nga drejtësia i cili kërkon azil politik. Mënyra domethënë të gjitha intervistat e tij për mendimin tim janë me qëllim. Prit mbrom ishte një intervistë 3 orë. E ndoqa po. Po, dhe duhet kishe nervat e kalit ta ndiqsa atë intervistë se në mendimin tim as nuk thanë ai jo të re, as nuk thanë ai jo që nuk dihet. Kush don të thonte mram, ose çfarë prunin ai jo të re ai që të shqetësoj publikun. Unë mendoj që akuzat e zotit Ametaj nuk janë të vogla, kanë qenë të mëdhaja, por akuzat e zotit Ametajt, në rastin që ai është i arratisur, merr konotacionin e një betejë politike me Edi Ramën. Problemi është shumë thjesht. Zoti Ametaj, nëse ka vullnetin për të po themi për të zbardhur korrupsionin ose është penduar, le ta bëj atë në mënyrën më të saktë mundshme, pas spekulime si është e vërteta, dëgjojmë në krahun tjetër, dhe nëse ai mundësinë ka të kthej në denoncime në SPAK, ti çojnë në SPAK, le ta hetoj SPAK-un, të gjitha akuzat e tij. Mirë, ne po flasim se tashti këtu pandëshkueshmëria si më thënë, është sulmuar nga SPAK-u. Domethënë friga ndaj drejtësisë është dhe ka nisë, është një zhvillim shumë i madh që ne sot nuk e ndjejmë, po është shumë e rëndësishme. Shqipëria këtu kishte një lloj pandëshkueshmëri të mëdha. Kanë frikë njerëzit që kanë pasuri, që kanë fsheh